Në letrën e parë, theksova nevojën për të marrë me krimet e luftës të kryera në Kosovë gjatë luftës. Rastet e njohura të krimeve të rënda të luftës, siç është masakra kundër familjes Jashari në Prekaz, masakra në Reçak, në Izbic, në Obritë e Aprëme, në Krusht e Madhe, në Likoshan, në Mej, në Dubrav, në Qyshk, në Lubeniq, në Grashtic, apo kudo tjetër në Kosovë, duhet të marrin trajtimin e duhur nga drejtësia. Në letrën e dytë, sugjerova që vëmendjet i kushtohet edhe me shumë krimeve serioze të kryera më njëherë pas lufte apo në vitet me vonë, siç në vrasja vëllezërve Bytyqi qershor 99, përpjekja për atentat kundër ish-presidentit Ibrahim Rugova mars 2005, si dhe vrasja në numrit të personaliteteve publike. Në të njëjtën kohë, shqyrtime dhe raste si ai në Graskë të Vjetër në Lipjan, rastin e Gorazhdes të Pejës, si dhe rasti i autobusit Nish Ekspresit në afërsitë e Podujevës. Në letrën e tretë, kërkova që një vëmendje e veçantë t'i kushtohet një prej krimeve më monstruoze për dhunimin e personave, veçanërisht të grave e vajzave gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Kjo plagë është mbajtur e heshtur mjaft gjatë, padrejtësisht. Por fal guximit të grave dhe vajzave, viktimat e këtij krimi, kemi mbledhur mjaft informata për të kuptuar peshën e rëndë të këtij akti kriminal. Për të gjitha këto krime, qytetarët e Republikës e Kosovës, familjet e tyre, por edhe tërë shoqëria kosovare ka nevojë për drejtësi. Disa nga këto krime janë trajtuar nga organet ndërkombëtare të drejtësisë, por asnjëherë nuk i kanë marrë përgjigjen e merituar. Në letrën e katërt e inkurajova zyrën e kryeprokurorit të shtetit si dhe Këshillin Prokuroral të Kosovës që vëmendjet e veçantë t'i kushtohet edhe zbardhjes së të vërtetës për shkatrimin e trashëgimisë së përbashkët kulturore, religjioze dhe historike. Janë disa kategori të dallueshme që besoj se meritojnë kujdes të veçantë. Shkatrimi masiv i objekteve të kultit islam dhe katolik të kryer qëllimisht nga shteti i Serbisë si përpjekje shfarosjes fizike të popullit të Kosovës gjatë luftës 1998-1999. Sipas studimeve dhe evidencave të shumta, mbi 200 objekte, apo them ndryshe mbi 40% i objekteve të fesë islame si dhe 5 kisha katolike janë